Rametlia, Qeplia, ka pas shumë misafir këtu edhe po apet vazhdon tradita me djemët e vetë ashtu me Idrizin. E falenderojmë shumë Idrizin që sonte na jena misafir në këtë orë, ansambli i këngave, hajvaleve, burimore, Valja e Dervenit Saraj Shkup. Na si ansambl kena sot si programe kena edhe do vazhdojmë bashkëpunimin me Sofrën. Inshallah çdo mirë e për mohabet, se këto tradita na kanë lënë parët tonë babalorët. Edhe këto tradita ne do t'i ruajmë. Por une si kryetar apo drejtori i ansamblit edhe njerë i përshëndet gjithë artistat drejt për drejtë nga vendi këtu në Maqedoninë e Veriut, ashtu Kosova, Shqipëria, por edhe nga diaspora. Që këtë traditë diaspora është që e ruan këtë folklor, se pa diasporën nuk ka frymë folklori. E falenderojmë shumë drejt për drejtë njerëzit nga mërgjimtarët. Edhe ashtu i presim sonte misafir kush ka dëshirë mund vine. Na fillojmë para vitit me Sofrën e Gostivarit, sonte nesër mbroma jena në Tetov kismet natën e vitit 3, por da jo kazim nesër atje drejt për drejt. Jena edhe me tretin njësoj në Tetov edhe vazhdojmë me folklori. E falenderojmë edhe njëre gjithë ato njëre që na ftojnë, edhe na do vazhdojmë me folklor. Tu morën pjesë artistat e ansamblit me folklor. Adem Mustafa është nga Karshiaga, komuna e Studeniçonit. Ashtu Xhelal Sinani është nga Derveni, por jeton në Gazibo. Ilber Zendeli nga Pojana, por edhe jeton në Kondo. Na ashtu me tretin jena special restorant Kulla Tetov, i përshëndesim familjen Asani edhe që kush ka dëshirë mund në restorant Kullën, do kemi special emision me grupin muzikor ansamblin, edhe inshallah do vazhdojmë edhe me Idrizin edhe me darsma, ahenge, na kena shumë, kush ka dëshirë mund na sonte i shopin rapsode ansamblit, kush ka dëshirë në lajmërohet e Sofra Gostivarit për Gostivar, dhe Idrizi. E inshallah na ka përhajrë muhabeti dhe inshallah vazhdojmë me folklorin. Thank you.